Hallo, was spricht du die Bedeutung? Pagzuar që për para me medalin. Edhe ku marrë mbrapa. Da dalla, a po më pas qetësi? Sot e kisha komplot të rite. Këtë pjesën e parë, para se shtu, kalonit e pakësimit, e hoj pakësimit, edhe të rriturve, edhe të rriturve. Ku kalon? Kemi 4 rritur edhe 4 fëmijë që kanë pakëzuar. Rriturit që kena kry procedurat të drejtë, përveç momentit që kanë pakëzuar, edhe kanë mulë bankat e parë. Por tani, para se të bëhet kryq, para se të difuzioni, po i pësh brenda. Edhe pas të remi, është të pjesa, është në siguri me rend, okay? Këtë prendri se të fije të në të përgjë, dhe me njërë nevoj të këtë që një. Cëllë në herë dami të gjithë një të një. Aliona. Aridina li kushatu. Aliona, Aridina, dhe një të gacini, prendër në luna, që jeni këtu të pranë fëmijën tuaj, jo prendër kërkoni pakësimit për fëmijën tuaj. A dini se merrni pivetit të tyrën dhe edukoni me fe, në mënyrë rafën në vetë se nga ka mësuar Krishti. Po tash përës lunat, të kumarën, a jeni të gashën të dihmoni fëmijët e dashur, bashkësia Krishtet ju i pragon me gëzim të madh, edhe emër të saj ku mbyshën me shenjë. Edhe ju prendëre shëroni i Krishtë në edhe kumare në se janë prendërit japit për cilin, që me hyrit bashkarisht në kishë. Të është të punë të hyrit bashkarisht në kishë. Unë e të kulli zjarë të soni, rikëtina zjarë,
zëri dëshirën e fashëve. Si fashëve, përveç dëshirën e suaj, edhe në këtë formë krimi brenda kishës. Kjo ajo është i cili paksimi dhe jeta me Krishtin çdo herë është e re. Në një mënyrë Krishti është gjallë para 3 viteve, por sot edhe me pakzim që të jetoj, prap pakzimi nga rinë shqon, të jetoj një rëmë ka në vera që të jetoj. Në emër të Atit të Birit të Shëndetit të Shenjtë, në cilin Jezu Krishti Zoti ynë, prej vdekjes ka lënë jetë. Kisha e këto vite vetë në shpërndarje për botë, të bashkohet të shuar dhe për të lutur. Prandaj, nëse duar, të përkujtojmë pashkët e Zotit, dhe të qenë të fjalën për të sklepë në misterin e Tij, kemi në një bëndë të miresjanë. Beli të mirë, o Ky, të dhe përpinit të ma falë janë të rinjë, në bëshën e sajtë të këtër e festëve të pashë dhe të disëve dhe shkullën qëllohë, që në shpirë të pasur të arrimë të krejtë në mëtuisë për hershme dhe për Krishtin në Zotin tonë. Krishti dje dhe sot. Ai është fillimi dhe mbarimi. Alfa dhe Omega. Dhe tjetja kohet dhe shekuj. Ati i qoftë lavdia dhe sundimi për të gjithë shekujt e shekujve. Në orën e varave të tija të shejtë, dhe të lavdishme. Na mbrojt dhe na ruaj. Krishti Zot. Amen.
Drita e Krishtit në lavdi I shpërdaft errësirat e zemrës dhe të mendjes. Tani, ka njëra ndryshme ka nërë vejtë qirat jashtë, ka njëherë brejna, njësa ka një të ka vejtë qirat jashtë, qirat I një dhe shpërdan e flapën në shumë. Shpërdan e flapën. Tani me heshtin, fillojmë Drita e Krishtit
Dhe tani do të bëjmë trajtën e lajmit të gëzueshëm dhe juftoj që të qëndroni në këmbë. Le të shpërthejnë tani në hare turma e mbretit kaq të madhrueshëm. Le të kumboj me gëzim buria e shpëtimit. Le të gëzohet edhe toka e shndritur me kaq shumë drita. Mi mbretit e amshuar. Le të vrej se u zhduk teri i mbar botës. Le të gëzoj edhe nëna Kish, e stolisur me shkelqimin e gjithë kësaj drite. Dhe Zoti qofë me ju. Dhe me shpirtin tënd. T'i lartësojmë zemrat. Të falenderojmë Zotin hyun tonë. Është punë e denjë dhe e drejtë. Forcën e zemrës, së shpirtit dhe zërit tonë, t'i këndojmë lavdë hyut e padukshëm Atit të gjithë pushtetshëm, dhe të një lindurit birit e tij, Zotit tonë Jezu Krishtit. Ky për ne ja lau Atit të amshuar detyrën e Adamit, dhe me gjakun e vetë të shenjtë e shleu dënimin e mëkatit e parë. Këto janë të kremtet e pazhgëve, dhe të cilin me gjakun e të cilit shugrohet dyert e besimtarëve. Kjo është nata në të cilën ti bëret që etrit tanë, bitë e Izraelit, të liruar nga robëria e Egjiptit, është nata e cila me dritën e shtyllës së zjarrit e pastroi errësirën e mëkateve. Kjo është nata që sot në botën mbar i kthen në hir ata që besojnë në Krishtin, ruar nga veset dhe mjegullat e mëkateve. Kjo është nata në të cilën Krishti, duke i kputur prangat e vdekjes, doli nga dhënjës nga varri. O mirësi, o dashuri e paqëmueshme bamirësie, për të shëlbuar shërptorin e flijove birin. O mëkat një mend i domosdoshëm i Adamit, që u shlye me o i lumi faj që meriton të kishte një shëlbues të tillë dhe aq të madh. Prandaj, shëtrimi i kësaj nate i debon mbrapshtit, i lan fajet, u kthen pafajësinë katarëve dhe gëzimin të pikëlluarve. O natë më të vërtet e lumtur, që bashkon qiellin me o ati shenjt, në këtë natë plot hir, pranoj e flijin e brëmsorës e kësaj lavdije, që në këtë kushtim kremtor të qriut fryti punës së bletëve, po ta paraqet kisha e shenjt në përduart të mbashtuesve. Po të lutemi prandaj o Zot, që ky qiri i kushtuar në palikshtuar për të mposhtur errësirën e kësaj nate, dhe i erkëndshëm i pëlqyer prej teje, i përzihet me dritëdhënësin qiellor. Dritën e tij le dhe jeton e mbretëron në shekujt e shekujve. Në pjesa e dytë e liturgjisë së sotit, sonte është shërbesa e fjalës. Vëllezër, pasi kemi hyrë kremturisht në vigjiljen, ta dëgjojmë tani me zemër të qetë fjalën e hyut. Ti kujtojmë se si hyu e shpëtoi popullin e vet në kohët e kaluara, dhe si në kohën e fundit na e dërgoi birin e vet shëlbim. Të lutemi që hyu ta çojë drejt shëlbimit të përsosur këtë vepër shpëtimtare të pazhgëve. Dhe tani ulmi dhe të Lexim prej librit të Zanafillës. Në fillim hyu krijoi qiellin e tokën. Toka ishte e shkretë dhe e zbrazët. Terri e mbulonte humnerën
Hyi tha, le të bëhet drita, dhe drita u bë. Hyi pra, se drita ishte gjë e mirë dhe e ndau dritën prej terit. Hyi e quajti Hyu tha, edhe le të bëhet ndërmjet ujrave kupe e qedhit, dhe le t'i ndaj ajo ujrat prej ujrave. Hyi bëri kupën e qedhit dhe i ndau ujrat që ishin Hyu tha prap, le të bashkohen ujrat që janë nën qiell në një vend të vetëm, le të duket të riku. Kurse ujrat e bashkuara i quajti dete. Dhe hyu pas se ishte gjë e mirë, dhe hyu tha, le të qes toka barë të fryte si pas dojit të vetë, që të ketë farën e vetë në vetë vete për mbi tokë. E u bë ashtu. Toka qiti barin e gjelbërt, barin që qetë farë si pas dojit të vetë, dhe lëndën frutdhënëse si pas dojit të vetë, që ka në vetë vete farën si pas dojit të vetë. Hyu pas se ishte gjë e mirë. E të shërbejnë si shenjë për stinë ditë dhe vite, që të ndryqojnë në kupën e qedhit dhe të ndrisin tokën. Dhe u bë ashtu. Hyi bëri dy Hyi i vendosi në kupën e qedhit që të ndryqojnë mbi tokë, që të sundojnë ditën dhe natën e të ndajnë ditën prej terit. Hyu pas se ishte gjë e mirë dhe u bë mëngjes e mbrëmje dita e 4. Hyu tha, edhe le të vlojnë ujrat vumbull me qenje të gjalla e shpend pas dojit të vetë, si edhe çdo shpend si pas dojit të vetë. Hyu pas ishte gjë e mirë. Hyu i bekoi dhe tha, shtohuni e shumohuni. Shumohen për mbi tokë, dhe u bë mbrëmje e mëngjes dita e 5. Pastaj Hyu tha, le të prodhojnë tokat qenje të gjalla, secilën si pas dojit të vetë, begati të çdo lloj dhoji. Hyu pas se ishte gjë e mirë. Pastaj Hyu tha, le të bëjmë njeriu në shëmbulltyren e në përgjegjësinë tonë, që të jetë zotit i kafshëve, i mbar tokës dhe i çdo zhvaraniku që zhvarritet mbi tokë. Hyu krijoi njeriu në përgjegjësinë e vet, e krijoi në përgjegjësinë e Hyut, i krijoi mashkull e tha, shtohuni e shumohuni, e mbusheni tokën dhe sundojeni atë. Bëhuni zetrus e peshkve të detit, të shpendve të qiellit e çdo gjallëse që lëviz mbi tokë. Hyu tha edhe, ja, çdo bimë që qet farë mbi tokë dhe të gjitha tungjet që kanë në vetvete që qet farë, le të jenë ushqimi juaj. Të gjitha kafshëve mbi tokë, çdo shpendi të qiellit, të çdo gjëje që lëviz mbi tokë, në të cilat është fryma e jetës, i jep gjithë shka kishte bërë dhe tha, ja, ishin të mira, dhe u bë mbrëmje e mëngjes dita e 6. Kështu u krye qiellji e toka e mbar ushtria e tyre, të 7
shpirti i madh që je, i veshur me madhrie, me bukuri, i mbështjellur me dritë përsi më petk. Dërgoje shpirtin tënd, o Zot, dhe përtrije ftyrën e tokës. Dërgoje, o Zot, dhe përtrije ftyrën e tokës. Sa shumë të veprat e tua gjitha i ke bërë me të madhen urti. Dhe veprat e tua bekoje shpirti im Zotin. Dërgoje shpirtin tënd, o Zot, dhe përtrije ftyrën e tokës. Tënd, o Zot, dhe përtrije ftyrën e tokës. O hy gjithë pushtetshëm dhe amshuar, ti je mrekullueshëm në të gjitha veprat e tua. Bëj që bitë tu që ke shqelbuar të kuptojnë se krijimi i botës në fillim ishte vepër e shkëlqyer, por me i shkëlqyer ishte në plotësinë e kohës të bashkëve tona. Ai jeton në mbretëron në shekujt e shekujve. Amen. Leximi i librit të daljes. Në ato ditë, Zoti i tha Mojsiut: "Përse po lëshon klith makaone? Urdhëroj bive të Izraelit të nisen. Kështu që bitë e Izraelit të kalojnë nëpër midis të detit nëpër Terik. Unë do t'u aguroj zemrën e egjiptianëve që t'ju përndjekin. Do ta kuptojnë se unë jam Zoti, kur të jem madhruar në faraonin, në karrocat e kalorësit e tij. Enjli hyut që u printe qetërat e Izraelit, doli po ashtu me të edhe shtylla e rez, prej përpara doli prapa. Zuri vendër mjet ushtrisë së egjiptianëve e të izraelitëve. Reja ishte errët për egjiptianët, kurse tjetrit krejt natën. Atëherë Mojsiu e shtriu dorën mbi det. Zoti e shtyri gjithë natën detin me anë të një ere të fortë e të nxehtë dhe e thau: "Ojrat u ndan. Bijtë e Izraelit hynë nëpërmedis të detit nëpër Terik, sepse në të djathtë e në të majtë të tyre. Edhe egjiptianët që po i ndishin hynë pas tyre, mbar kaloria e faraonit. Karroca e tij e kalorës e rojës së mëngjesit, dhe ja, Zoti ja lëshoi një sy prej shtyllës së zjarrit e të rres ushtrisë së egjiptianëve. E pshtjelloi, ja frenoi rrotën. Atëherë thanë egjiptianët: "Të ikim prej izraelitëve, se Zoti po lufton për ta kundër nesh." Atëherë Zoti i tha Mojsiut:
janë mbi karroca dhe kalorës të tyre. Kur Mojsiu e shtriu dorën drejt detit, në mëngjes, herët deti u kthye në vendin e mëparshëm. Të ikin, ujrat u vinin drejt tyre. Kështu Zoti i mbuloi me tavazë në midis të detit. Ujrat u kthyen dhe i mbuluan karroca e kalorës të mbar ushtrisë së faraonit, të cilët për të ndjekur izraelitët kishin hyrë në det. Shpëtoi prej tyre asnjë përbërje. Midis të detit për të rik dhe ujrat për ta ishin bërë si mur në të djathën e të majtën e tyre. Por në këtë ditë, Zoti e shpëtoi Izraelin prej duarve të egjiptianëve. I pan egjiptian të vdekur përmi bregun e detit dhe dorën e fortë që ushtroi Zoti kundër egjiptianëve. Izraelit kënduan këtë këngë në nder të Zotit e thanë: le t'i këndojmë Zotit, sepse mrekullisht nga dhënjeu. Kal e kalorës plandosi në fund të detit. Fjala e Zotit. Sepse ai mrekullisht nga dhënjeu, plandosi ushtrinë e faraonit. Zoti veçai mu më shpëtoi. Të lutemi.
O hy, ti bën të shëndrisin edhe në ditët tona mrekullitë e dikurshme, atë që me ke bërë me popullin hebre kur e lirove prej ndrydhjes së faraonit. E kryen edhe tani me ujin e rilindjes për shpëtimin e kombeve. Bëj që të gjithë njerëzit e botës Zotin ton. Amen. Lexim prej librit të Isaias të gjithë që jeni të etshëm, ejani tek ujët, le të vinë gjithashtu edhe ata që s'kan para, bleni drith e hani. Ver e qumësht. Pse t'i shpenzoni parat në ata që s'është buk dhe me ditjen tuaj në gjëra që nuk ngin? Nëse më ndëgjoni mua, më ndëgjoni e shpirti juaj do të rrojë. Me ju do të lidh beslidhje të përhershme. Po, bëra dëshmitar për fise, prijes e urdhërues për pagan. Ja, do të therrasësh një popull që se të shenjtit të Izraelit, që ty të madhëroj. Kërkoni Zotin, deri sa mund të gjende. Le ta lër i patënzoni udhën e vet, njeriu i keq, synimet e veta. Le të kthehet te Zoti, e ai do të nuk janë udhët e mia, thot Zoti. Sepse sikurse qielli që është i lartë në krahasim me tokë, dhe sikurse zbret shiu e bora nga qielli, e atje nuk kthehet, por e ujit tokën, e zbrun dhe jep fuqi të bukën për ushqim. Kështu edhe fjala ime do të del prej gojës sime. S'do të kthehet tek unë pa fryt, pa pas kryer gjithçka më pëlqen. Me galdi merni, uj burimi shëlbim prus. Merni, uj burimi shëlbim prus. E nuk kam fri, se fuqia e mburja ime është Zoti shëlbuesi. Me galdim ju do
Falënderoni Zotin, thirrni emrin e Tij. Shpallni veprat e Tia, kumtoni e madhëroni ju do të merrni ujë burimi shëlbim pru. Ju do të merrni ujë burimi shëlbim pru. Ritni Zotit, bota mbar, le ta kuptoj. Këndoj e madhrushëm, është në mesin tënd, shejti I Izraelit. Me galdimi ju do të merrni ujë burimi. Gjithë pushtetshëm dhe jam shuar e vetmja shpresë e botës, ti që me lajme të gëzueshme dhe profetëve të tu, I ke shpallur misteret e kosit. Forcoje dëshirën tonë për ty, sepse vetëm me frymëzimin tënd mund të përparojmë në virtyte, në për Krishtin Zotin tonë. Dhe tani dytë e leximit të Beslidhjes së re. Gloria in excelsis Deo. Mëkatet e botës, pranoje në të djathtën e Atij, I mëshirë për ne.
shajti, vetëm Zoti, o Jezu Krisht, bashku me shpirtin, shenjt në lumturinë e Hyjt. Të lutemi, o Hy, ti që këtë natë të shugurueshme e shndrit me që në tënde hirin e birësimit, kështu që të përtrir me trup e me shpirt, ta kushtojmë shërbesën me zemër të pastër, në për Zotin tonë Jezu Krisht, shpirtin shenjt Hy për të gjithë shekujt e shekujve. Lexim për letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Roma. Që sikurse Krishti u ngjall në lavdinë e Atit për të vdekurve, po ashtu edhe ne të jetojmë në jetën e re. Pra, pasi jemi me siguri do të bëhemi plotësisht një me të, me përngjasimin e ngjalljes së tij. Le ta kemi parasysh këtë gjë. Njeriu ynë i vjetër sepse i vdekuri është i lirë nga mëkati. E në qoftë se vdiqem bashkë me Krishtin, besojmë se edhe do të jetojmë bashkë me të, mbasi e dim mbi të. Vdekja e tij që vdekje një herë për gjithmonë për mëkatin, kurse jeta e tij është jetë për hyn. Po kështu edhe ju, mbani veten se jeni të vdekur për mëkati, e të gjallë për hyn në Jezu Krishtin. Fjala e Zotit. Alleluia, alleluia. Ti këndojmë alleluja, Zoti tonë qenë. Ti këndojmë Zoti tonë qenë. Ti këndojmë alleluja, Zoti tonë. Zotin sepse është i mirë, sepse përjeq me shuria e tij, le thot Izraeli, Zoti është i mirë, e ti këndojmë alleluja, Zoti tonë qenë. Ti këndojmë alleluja. Ti këndojmë alleluja, Zoti tonë qenë. Ti këndojmë alleluja, Zoti tonë qenë. E djatha e Zotit u madhërua, e stuat të
Zotit ton në qenë, ti këndojmë aleluja, Zotit ton në qenë. Zotit ton në qenë, ti këndojmë aleluja, Zotit ton në qenë. Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit qetë sipas Lukës. Herët shkuan te varri me erat e mira që i përgatitën. Gjetën gurin e rrokullisur prej varrit. E ndërsa po rrenin ashtu, marrë menç nga kjo punë, kur që përgjatë tyre u paraqitën 2 burra të veshur me petkat e shëndritshme. Të gjallë ndër të vdekur. Ai s'është këtu. Unë gjallë, let ju bjen në mend çka ju pati thënë kur ishte në Galilej. Të tretën ditë ngjallet. Atëherë u ra në mend fjalët e tija. U kthye nga varri dhe i njoftua mbi të gjitha këto që ishin me to. U treguan apostujve të njëjtën gjë. Por apostujt këto fjalë morën me trillime e nuk u besuan. Të varri u përkol dhe pa vetëm pëlhurat. U kthye në shtëpi i habitur për krejt çka kishte ndodhur. Fjala e Zotit. Vëllezër e motra, kjo faqe e mrekullueshme e Shën Lukës që ndëgjuam i bën jehon kësaj natë njoftimi i pashkve. Ai nuk është këtu u ringjall. Një fjalë e përsëritur për mbi 2000 vjet. Është një tregues i çmuar për besimin tonë që është zgjuar nga tortura së dukshmës. Përjetohet dhe haset si i ringjallur, siç ndodhi me apostullin Paul dhe me të gjithë të krishterët shpesher historike, sociologjike apo arkeologjike nuk na lejon të ndeshemi me të gjallet. Është ky njoftim fjala e Zotit ku ne ndëgjojmë, ai nuk është këtu, ai është u ngjallën në rrugë si Pietri, si të gjithë apostujt, dhe na kthen të mrekullohemi që mund të sjellim vetëm dhuratat e Zotit.
e përshkruan se në mëngjesin e ditës së shtunë, që mas shtunës në kalendarin hebrej, dita pas sigurisht nuk është dita e fundit e javës sipas besimit, por dita e parë për ata që shohin se jetë përmbushje për roje që nuk kanë rreshtur se vëzhguari, ngazllimi për ata që dinë se janë parat e varrit. Herët në mëngjes, gratë që shkojnë të varri, duke sjell errat që kishin përgatitur. Jezusi vdes pas ditën së premtës, një ditë para së shtunës për hebrejnit. Ligjet për pushimin e kanë penguar popullin e tij me një mënyrë që të shkojnë të lyejnë trupin e mësuesit të tyre. Veçanërisht pasi ajo ditë ishte e shtunë, një ditë e veçantë, një ditë kujtimi të kalimit nga skllavëria e faraonit në çlirimin e Zotit, ashtu siç e dëgjuam leximin e beslidhjes së vjetër. Shqetësimi i parë i grave është që e kanë ndjekën Jezusin si nxënës dhe si dishepujve. Në fundit përfundimtar të tyre ndaj devotshmërisë së trupit të tij, ta vajosin, ta parfumosin dhe pastaj t'ja besojnë me një mënyrë përgjithmonë varë. Dhe me një mënyrë këtë para përgatitje të pa precedent që ka përgatitur ati nga një situatë e tillë që nuk e kanë dëgjuar kur më parë sepse do të ngjallet Krishti. Jezusi edhe kur i ka lajmëruar, para lajmëruar nxënësit me një mënyrë nuk i kanë besuar, që është. Por ata kur shkojnë te varri e gjojnë gurin të rokullisur. Hynë brenda, nuk e gjetën trupin e Jezusit e përshkruar në Ungjilli. Jeruzalemit, ku u shqiptua dënimi me vdekje, ishte i ri, nuk është përdor kur me pare përshkruar në gjoni. Dhe para të vetmës hapje është hequr. Gratë mund të hyjnë dhe janë të parat që do të mahnitën nga mungesa e trupit të kryqëzuar. Varri nuk është vendi i fundit i prehjes së Jezusit, njeriut Jezus, dhe nuk do të jetë kur vendi i prehjes përfundimin e tokë. Të mos gjesh trupin e Zotit Jezus nuk është mungesë, por dhuratë për ekscelencë që është bërë njerëzimit përgjithmonë. Që blokoj kalimin e dritës me anë të gurit, të refuzuar dhe të mohuar. Kur themeli ndërtimit të mrekullt ne ringjallemi me Krishtin, ashtu si gratë në Ungjillin që ndëgjuam që e kanë përjetuar këtë para 2000 viteve. Ne të shkojmë edhe ne përpara gurit të rekullosur, që edhe i yni të bëhet një hapje drejt
përjetësisë së atit. Në mënyrë është një lidhshmëri e përjetshme për të gjithë ne me ringjallja për të pagëzuarit të ri. Kjo është ringjallja jonë kur ne me një mënyrë shpeshherë ndoshta ka njëherë nuk arrim me kaluat premtën e madhe gjatë vitit. Uroj që vërtet këtë ringjallje ta përjetojmë të gjithë dhe ta dëshmojmë Krishtin dhe të gëzohemi se Krishti është mesin tonë edhe sot pas 2000 vite. Qoftë lutu Krishti. Pjesa e tretë është shërbesa ta kanë dhënë kohën e krejshmeve që i kanë shallat si shenjë pendese dhe tani kalojmë më njëherë të momenti i litanive të shenjtërve. Se katekumenet të pagëzuarit të ri të vinë përpara ato që kena ushtruar të qëndrojnë aty. Fort të dashur vëllezër dhe motra, të lutemi me mëshirës së hyjut Atit të gjithë pushtetshëm hyu që i ka thirrur dhe i ka udhëhequr deri në këtë moment, udhërof dritë dhe forcë që me shpirt bujar t'i bashkohen Krishti që jemi duke thirrur mbi këtë ujë. Dhe tani do t'i këndojmë litanitë dhe të gjithë qëndrojmë në këmbë.
Vincenzi Pali, Caterina e Siena, John Marie, Teresa e Avila, Shannon Teresa, Shannon Lucia Benedetta, Jean Ludovico, Jean Monica, Jean Elisabetta, gjithë shajtnit e hyjit, Mikeli dhe kryhet, në dritën e anqueshme, o Zot lirona ne, nga vdekja e hamshueshme, neve mëkatnorve, për lidhjen tonë. o Zot dëgjona ne, broje kishën tënde, të rihi, në shërbimin të Piri të gjatë, o je o Krisht njena ne, Dhe tani do ta bëjmë bekim ujit. O hy, kryen veprat e mrekullueshme, t'je përgatite krijesën e ujit në shumë mënyra, që ta tregonte hirin e pagëzimit. Natyra e ujit fitoi fuqinë shëtruese. O hy, ti e shënove përgjasimin e rilindjes me vete e shpërndarjen e përmbytjes që me misterin beset dhe të lindin virtytet. O hy, ti bite Abrahamit, i bëre të kalonin detën e kuq në për të thatë, që populli i liruan nga robria e faraonit. Biryt i pagzuar me ujin e Jordanit nga Gjoni, që lyer me shpirtin shejt dërsa ishte i varur në kryq, nga krahrori, rodhi edhe uji bashkë me gjak.
Shikojmë mirësi kishën tënde dhe dënjohet ja hapësh gurën e pagëzimit. Bëj që ky ujë nëpërmjet Shpirtit Shenjtë të fitoj hirin e me sakramentin e pagëzimit i larë nga të gjitha ndryshit e vjetra, nga uji Shpirti Shenjtë të meritoj të ngjallët në foshnjë. Po të lutemi o Zot, në përbirin tënd, zbrete në këtë gurë fuqia e Shpirtit Shenjtë, që të gjitha të në ngjallje në jetë, në për Krishtin Zotin tonë. Do të bëjmë përtrirja e premtimeve të pagëzuarve. Në të njëjtën kohë edhe juve kur t'ju pyes, a i bini mohit djallit, përgjigjeni po i bien mohit. Por sante, jo vetëm juve, por edhe të gjithë krishterët e tjerë, kisha edhe një herë do të me ripërtri zemrën dhe shpirtin dhe gjithë neve që ta të pashkve jemi varosur me Krishtin me pagëzim, që me të të kalojmë një jetë të re. Prandaj, pasi u krye agjerimi i krejshmeve, të përsërisim premtimet e pagëzimit të shenjtë, në të cilën dikur i patëm rënë mohi djallit dhe veprave të tija. Dhe premtuam të shërbejmë hyjut në kishën e shenjtë katolike. Dhe mbar veprave të tija dhe krejt madhështisë së tij. A besoni në hyn atin e gjithë pushtetshëm krijuesin e qiellit dhe të tokës? A besoni në Jezu Krishtin, jetë vetëm i birin e tij, Zotin tonë, të lindur për Marisë Virgjë, që besoi dhe që u varos, u ngjall dhe qëndron të djathtën e atit? Po besoj. A besoni në Shpirtin Shenjtë, në kishën shenjtë katolike, në shoqërinë e shenjtërve, në faljen e mëkateve, në ngjalljen dhe hyj gjithë pushtetshëm ati i Zotit tonë Jezu Krishtit, i cili na rilindi me ujë me Shpirtin Shenjtë dhe na dha faljen e mëkateve. Ai na ruajt me hirën e vet për jetën e pasosur në Jezu Krisht. Bekue pak më parë.
Pasi që e keni shpall fen dhe tani është rriti i pagëzimit, kështu që e ftoj Brianën praj. Briana, unë po të pagëzoj në emër Tatit, e të Birit, e Shpirtit Shenjtë. Amen. E ndrejtë, unë po të pagëzoj në emër Tatit, e të Birit, e Shpirtit Shenjtë. Ardan, unë po të pagëzoj në emër Tatit, e të Birit, e Shpirtit Shenjtë. Arilena, pagëzoj në emër Tatit, Lek Dugaxhen, unë po të pagëzoj në emër Tatit, e të Birit, e Shpirtit Shenjtë. Aleona, unë po të pagëzoj në emër Tatit, e të Birit, e Shpirtit Shenjtë. Tani do të bëjmë dorëzimin e petkut të bardhë dhe shndrohemi me petkut. Dhe tani do të bëjmë ndezin e qiriut dhe do t'ju dorëzojmë. Në dritë të Krishtit, esni gjithmonë si bitë të dritës, sepse duke qëndruar në fe të mund të shkoni në takim Zotit që vjen me të gjithë në mbretërinë e qiejve. Amen.
që jemi bërë krijesë re dhe jeni veshur me Krishtin, ky pet ki barë ju qosh shenjë bujarisë të ndihmuar nga mësimi dhe shembulli të afërmit tuaj që është e papërlyer jetën e pasosur. Në këtë, po e thonë për prindrit dhe nunat, ju besot kjo dritë ta mbani gjithëherë të ndezur, që fëmijët tuaj të shndritur prej Krishtit të jetojnë gjithmonë si fëmijë drite dhe duke qëndruar në fe bashkë me të gjithë shenjtë fëmijëve ju bëjë ka një krysh. Për të rriturit, do të bëjmë ndarjen e sakramentit e krizmimit. Me vajin shenjtë, por do të merrni edhe sakramentin e kungimit që do të kungoheni gjatë meshës. Fort e dashur neofit, me pak gëzim keni qenë rilindur në jetën si bijtë e hyjut dhe jeni bërë gjymtyre të Krishtit dhe të popullit të tij priftror. Ju mbetet tani që e dërguar nga Zoti mbi apostujt dhe nga apostujt dhe pasasit e tyre u që mbashtruar të pagzuarve. Edhe ju pra do të merrni sipas premtimit forcën e dhe ngjalljen e Zotit dhe të bëheni pjesëtar aktive të kishës për përforcimin e trupit të Krishtit në fe dhe në dashuri. Pushtetshëm që të përhap mbi këta neofit shpirtin shenjtë, që të përforcoj me pasurinë e dhuratave të tija dhe me lyrjen e krizmës të të gjithëve që të lutemi pak në heshtje. I gjithë pushtetshëm, ati i Zotit tonë Jezu Krishtit, te i ke përtrirë këta bijtë e tu me ujë me shpirtin shenjtë, duke i liruar nga mëkati. Zbras mbi ta o Zot shpirtin tënd të shenjtë ngushëllues, shpirtin e urtijës dhe të kuptimit, shpirtin e këshillës dhe të forcës, shpirtin e dijes dhe të përshpirtësimit. Ne ju ndajmë sakramentin e krizmimit. Briana, ullën e
Drita prano dhuratës së shpirtit. E ndrit në dhuratës së shpirtit shenjtë. Paqe me ty. Prano vullën e dhuratës së shpirtit shenjtë. Paqe me ty. Zmimi dhe ma vu kungim e parë. I duart rokiti u domit mirë. Nëse keni ardhur kishë. E tani thejmin vend dhe vazhdon me. Lutuni o vëllezër e motra që flime dhe ju e të dalë pëlqyeshme për hyetatit të gjithë pushtetshëm. Zoti e pranon flimin për duarve të tua, ai e ndan për ndër e lavdita mbar kishës së tij të shenjtë. Pranoj po të lutemi o Zot lutjet e popullit tënd bashkë me kushtet e flijuara, kështu që në fillimin e misterjeve të Pashkëve me hirin tënd që na vlen për jetën e mëshuar në për Krishtin Zotin tonë. Zoti qof me ju.
t'i lartësojmë zemrat. Dhej dhe e drejtë është detyra jona dhe burim shpëtimi, të levdojmë ty o Zot në çdo kohë, por sidomos të madhrojmë me hareni këtë natë kur u flua Krishti pashka jonë. Dhe një mend kjo është qenjë i vërtet që i shlëm katët ai njerëzimin e mbar botën, ngaldon me hareni plot e pashkve, por edhe fuqitë e epërme dhe pushtetet e ngjellore e këndojnë himnin e lavdisate duke thënë pa pushim. Hosana, Hosana në lartësi, Hosana, Hosana. Qielli e toka janë plot, Aleluja, me lavdin tënde o Zot, Aleluja, me kuar qofta i që vjen në Hosana, Hosana, Hosana në lartësi. Më të vërtet je shenjtë o Zot burimi çdo shejtërie. Ty pro po të lutemi shejtëroj këtë dhuratë me hirin e shpirtit tënd që të bëhet për ne. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën, të falenderoj, e theju, u adha nxënësve të vet dhe tha: merrni e hani të gjithë prej këtij. Kjo është korpi im që do të flijo. Pashtu pas ju kryedarë ka mori edhe kelkun përsëri të falenderoj, u adha nxënësve të vet dhe tha: merrni që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve, bëni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Prandaj o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjallën e birit tënd, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë për atë e të shërbejmë ty. Po të lutemi me përvojtëri që shpirti i shenjtë na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le të bjenë mend Franceskun, me i pejgjin ton Lyk dhe me gjithë klerin tënd. Le të bjenë mend për vëllezërit tanë e motrat tona, të cilët pushojnë me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdiqën me shirën tënde. Po të lutemi ki me shirë dhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur, me Marin Virgjën Hylinjse, me Shën Jozefin fatin e saj, me shenjtrit apostujt të gjithë shenjtrit, që gjithëherë të pëlqyejnë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, t'ju atë hyjë gjithë pushtetshëm në bashkim me Shpirtin Shenjtë, të qosh do ndere lavdi për të gjithë shekujt e ujve. Amen.
të nxitur nga urdhri shëlbuesi dhe sipas mesimit të tij hyjnor, marrim guxim të themi: Aty ynë që je në qiell, u shejtroft emrit, artë mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme, na jep sot. Si I falim ne fajtorët tanë, e mos na le të bijnë të ndim, por na liro nga I keqi. Na liro po të lutemi o Zot për të gjitha të këqijave dhe për mirësinë tënde ne paqe do të lirohemi përgjithmonë prej mëkatit. E do të jemi të sigurt për çdo trubullim duke pritur shpresën në lume ardhjen e shpëtimtarit ton Jezu Krishtin. Ti o Zot je mbret, ti je I gjithë pushtetshëm. O Zot Jezu Krisht, ju ke thënë apostujve të tu, po I la paqen pja paqen time. Mos I shiko mëkatet tona për fenë e kishës sate. Jepi asaj sipas vullnetit tënd paqe dhe bashkim. Ti që jeton e mbretëron në shekujt e shekujve. Paqja e Zotit qoftë gjithmonë me ju. Njëri tjetrit. Ja qenë gjyhyut, ja I që I shlyem katët e botës, lum ata që në të thiru për gostijin e qengjit. O Zotë, nuk jam idej, të marrë pjesë në tërëzën tënde. Të të shërëtë. Kjo është sakramenti I tretë që do ta shpërndami, që është me marrë Krishtin në zemrat tona nëpërmjet kungimit të shenjtë. Dhe katërt e rriturve do të ndajnë në 2 trajta dhe pastaj të gjithë të pranishme vinin normal në kungim.
Te lutemi. Zot, shpirtin e dashurisë sate dhe bëj që ata që ushqeve me misterit e Pashkëve të jetojnë në përkim me dashurinë tënde në për Krishtin, Zotin tonë. Edhe njëherë urime neofitëve dhe familjes për pagëzimin e fëmijëve, uroj që vërtet çdo herë të ripërjetoni të gjithëve. Ju kisha lutur mas me nejtën pak që ta bëmi regjistrimin dhe ku nevojitet edhe më nënshkrua të shpëndahemi në bekimin e bukës së Pashkëve dhe ju rikujtoj se nesër mesha është në ora 13. Gjithë ata që dëshirojnë me arë mesh, ju kisha lutur që marrë ma ka me pas ma shumë njerës edhe parkingi, dresa të mërini që mos ta hupni meshën, por të pregaditimi bashkarisht për ta përjetuar edhe ditën e festës së Pashkëve së bashku, duke u ringjallë. Në këtë kremtet e Pashkëve, ju bekoft hyj gjithë pushtetshëm dhe ju ruajt prej çdo mëkati, me ngjalljen e një lindurit birit të vet. Mbas kremtimeve të mundimeve të Krishtit, me gëzim po I filloni festët e Pashkëve. Bëf Zoti që plot gëzim të festët e amshuara. Amen. Ju bekoftë ju gjithë pushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti I Shenjtë. Tani do të bëj bekimin e bukës së Pashkëve. Ndihma jone është në emër të Zotit. Qenë time. Te lutemi, o hyj, Ati ynë, bekoje bukën, djathin, vezët dhe të gjitha ushqimit e tjera që I kemi prirë. Fuqinë tënde që qysh tani të jetojmë me Krishtin dhe dikur të ngjallemi me të, që me ty jeton e mbretëron në shekujt e shekujve. Dhe mundemi të bashkohemi dhe të ndajmë gëzimin bashkë me ta, me familjet e tyre dhe jeni të ftuar të gjithë. Mesha u krye shkollin e që Aleluja, Aleluja, falenderojmë hyun, Aleluja, Aleluja.